por... Po, Malaj? Tani, unë mendoj... U takuat me kryeministrin para 2 ditësh, më duket, ishte një fjalë më tepër, nuk e të kuptova. Mesazhi ishte shumë i qartë. Mesazhi i tij, ai që keni dëgjuar ju, po të njëjtin ka ndarë me ne. Ishte shumë i qartë që mbështetja e madhe përkthehet në përgjegjësi, do të jetë një qeverisje ku do të mbizotroj përgjegjësia, kujdesi ndaj kësaj mbështetje të madhe që erdhi nga qytetarët shqiptar. Sigurisht që Partia Socialiste dhe qeveria nesër do të jetë shumë e kujdesshme në raport me të gjitha vendimet që do të ndërmarrë. Nuk ka as për qëllim, as për synim që të krijoj apo të kërkoj të bëj gjërat të cilat tu përmendëm, për mendimin tim nuk hyn fare në objektivat e Zotit Rama dhe të qeverisë nesër. Ajo që di të them unë është që ky mandat, ndryshe nga gjithë tjerët, i tregoj Partisë Socialiste që ka të gjithë pushtetin për të marrë masat e duhura, sidomos në raport me qëllimin kryesor i cili është integrimi në Bashkimin Evropian. Dhe për të ndjekur këtë objektiv kryesor, sigurisht ne do të jemi të gjithë të kujdesshëm në një linjë dhe do të thua që fokusi kryesor i qeverisjes mandatit 4 do jetë vetëm integrimi. Pa diskutim, është e qartë. Fokusi kryesor, kjo s'do të thotë që do lërë pas dore asgjë tjetër. E kuptova. Por objektivi kryesor primar ai i vjetri dhe më i kërkuari joni ka qenë integrimi i plot në Bashkimin Evropian. Dhe ky do të jetë. Dhe duke patur këtë objektiv, sigurisht që të gjithë ne do të ndjekim këtë linjë që tha kryeministri, që do të qeverisim me përgjegjësi të madhe. Madje ai e shprehu duke thënë edhe po ta vini re, ne nuk është se kemi qenë duke hedhur fishek zjarre duke buzëqeshur ditë natë, por kemi ndjerë dhe barën e përgjegjësisë në moment që kemi para dorë. Për hir të vërtetës, le themi, menaxhimi që ju i keni bërë fitores ka qenë vërtet për tu vlerësuar dhe shumë qytetar, por fjalët e Ramës në raport me sidomos liderin e opozitës në këtë takim ishin nuk e di termi uturak që përdorin, nuk e di, pra tregon që nuk është se Rama po kërkon le themi bashkëpunim me PD-n, po ose do ta vërë mënjan PD-n, ose do mos ta degenerojnë në një farë mënyre, pra këtë moment si ma shpjegon. Se për hir të vërtetës, unë nuk kam parë më menaxhim më të qetë fitore si që keni bërë ju kësaj radhe, nuk di në një vend botës që pak të mos ketë as 2 fishek zjarre, as... Kur bësh nuse për të 4 të bësh prap dasën, në s'ja fut kohë. Sështë për dasën, pa jo është arritja... Mandati 4, mandati 4 është më i rëndësishëm gëzimi, sepse është i pamendueshëm. Jo vetëm mandati 4, tani përveç kësaj, mandati 4 me këtë numër deputetësh. Pikërisht pra. Pra kjo mbështetje Por gjua ndaj PD-s dhe ndaj Berishës... Unë e kam thënë në një studio tjetër edhe në këtë televizion, analizat tona dhe gjithë shka ne kishim studiuar më parë në nxirrnin në rezultate të ngjashme. Por deri në momentin që hapen kutit dhe ty të certifikohet rezultati, ti gjithmonë ke atë frikën. Mund ta bëjmë një pyetje. Realiteti del në momentin që hapen kutit. Pra, nga njëra anë ishte deri diku e prishme, nga ana tjetër deri diku e pabesueshme, por në momentin që ne arrim atë që kemi objektiv dhe arritëm, mendoj që nga ai moment fillon dhe ndihet. Fokusi im i pyetjes është raporti, meqense integrimin e keni. Ja, do ta çoj tek kjo. Meqense integrimi është ylli i qeverisjes, atëherë duhet që edhe me opozitën të keni një gjuhë sa më bashkëpunuese. Ndërkohë nuk e pam në këtë fjalim, nëse mund ta quajmë fjalim fitore, këtë gjuhë, këtë mesazh bashkëpunues për Berishën të paktën, se nuk e di për PD-n ka qasje apo jo tjetër Rama, po për Berishën ishte më shumë ofendues mesazhi se sa bashkëpunues. Para njerë të na kërkosh ne që të jemi bashkëpunues, ne do jemi bashkëpunues, por ajo që duhet të parë çik është fakti që të nesërmen e ditës zgjedhjeve opozita shpalli fitoren, të pasnesërmen dhe ne e prisim këtë gjë. Të pasnesërmen tha u vodhëm dhe ditën tjetër dolin shesh për të kërkuar nuk e di se çfarë. Dhe